dhe transferi ka rezultu i sukseshëm, që pacienta deri tash 3 herë është të bëhet testin për gjaku, testin e shtatzani, që flet për një shtatzani vitale. Bëhet fjalë për pacientën në moshën 30 vjeçare, ka qenë procedura para IVF-it, cilës ju ka nënshtru, ma herët e ka pasur në inseminim, po ajo është diçka tjetër për in vitro fertilizimin. Do thotë që ka pas sukses më herën e parë. Për me sqaru eventualisht do një keq kuptim ose keq informat, procedura është kry mes bashkëshortëve, do thotë është fjala për burrin edhe gruan, nuk bëhet fjala për donacion ose diçka tjetër. Një pjesë e procedurës është realizu ma herët, për afërsisht 1 muaj e gjys, ku është bo stimulimi, tërheqja qelizave, ka ardhur drejt e fertilizimi, janë kriju embrionet. Pastaj embrionet i kemi ngri, do të thotë atë muaj nuk është bo transferi, për arsye se ka ekzistuar rreziku marrë drejt e hiperstimulimi. Po flas me gjuhë teknike, po besoj që ata që pak a shumë e kuptojnë procedurën e dinë për çka është fjala. Embriotransferin e kemi kry këtë muaj, është kry me, do të thotë, me shkrirjet e embrioneve, të cilat paraprakisht kanë qenë të ngrira, është shku deri në fazën e blastocistes, që është faza më avancuar sa mundën mu përparu embrionet derisa të bëhet transferi, dhe transferi ka rezultu i sukseshëm, që pacienta deri tash 3 herë është të bëhet testin për gjaku, testin e shtatzanis, dhe kemi rritje ashtu qysh është, do të thotë sipas trendeve të rritjes të hormonit shtatzanis, që flet për një shtatzani vitale. Kjo është veç fillimi, duhet me prit dhe një dhe sa është gjatë shtatzania, se cila fazë mund të mi pas ato problemet e veta, po rezulton, do të thotë që procedura si procedurë ka pas sukses. Kjo është pacientja e tretë, ku kemi bo embriotransfer, do të thotë e treta veç ka rezultu me sukses, kurse të vetë pacienti është për IVF i parë që është realizu.